Një formë e re arsimimi I jep një mundësi të frytshme për të ardhmen për të gjithë të rinjt shqiptar. Arsimi dual profesional, një sistem që ndërthur teorinë me praktikën, po zgjerohet çdo vit në shkollat profesionale të vendit. Në këtë model, nxënësit kanë mundësi të fitojnë përvojë konkrete pune gjatë viteve të studimit. Kjo mundëson jo vetëm të fitojnë para, por edhe të kenë një lidhje më të drejtpërdrejtë me tregun e punës, por si e vlerësojnë ekspertët këtë mundësi. Sa herë që flitet për arsimin dual, dhe realisht është diçka e re në Shqipëri, nuk është bërë gjithmonë përpara, arsimi dual I jep mundësinë të rinjve të shkollave profesionale, ndër të tjera, që të ndjekin 2 ditë në shkollë mësime dhe 3 ditë ata shohin në kompani. Pra ato punojnë ndërkohë që janë duke mësuar dhe kanë më të lehtë lidhjen që bëhet nga bankat e shkollës në punë. Janë tashmë të angazhuar, janë duke fituar para dhe fitojnë dhe eksperiencë ndërkohë që ato vazhdojnë shkollën. Ekspertja Asalla thekson se kjo qasje mund të ulë ndjeshëm papunësinë tek të rinjt dhe të rrisë cilësinë e fuqisë punëtore në vend. Çka do të thotë që dikush që ndjek një shkollë profesionale për 1, 2 vite, 3 vite ose 4 vite, tashmë ka punuar për gjatë këtyre viteve dhe del përsëri në tregun e punës dhe mund të gjejë një punë edhe më të mirë akoma sepse ka dhe eksperiencën. Se shumë shpesh na pyetet si mund ta marrim eksperiencën ndërkohë që ne duhet vazhdojmë arsimin, duhet shkollohemi. Edhe duke u shkolluar është e mundur që të bëhet edhe atashime me punën, kjo afërsia me punën. Dhe bëhet shumë herë më e lehtë më pas shkrirja e arsimit, e atashimarim dhe tregu të punës. Arsimi dual po zbatohet aktualisht në 16 shkolla profesionale në Shqipëri, me mbi 200 kompani partnere dhe rreth 400 studentë të angazhuar. Fushat janë të ndryshme, nga moda, teknologjia dhe energjia e gjelbër, deri tek hoteleria e turizmi. Ky model përgatit të rinj për punë reale që gjatë periudhës së shkollimit, duke u dhënë avantazhin e eksperiencës në CV dhe shpeshherë edhe një vend pune të garantuar pas diplomimit.